Pa kostume të zakonshme dhe më të relaksuar se sa në seanca kuvendi, forcat në politik dhe jo vetëm, deputet të televizjes vetëvendosje dhe ata të lidhjes demokratike të shtunën i matën diku tjetër. Për këtë nuk ju desh të prisnin asnjë afat 48 orësh për takim, por ju mjaftuan veç një fush futbolli dhe një top. Anise në kuvend se patën koorumin për votimin e komisionit për votim të fshet të kryeparlamentarit, në fushën e futbollit formacionet i kishin të gatshme. E në këmbim të një koalicioni politik, deputeti LVV-s Dimal Basha u shpreh i gatshëm që LDK-s t'i afal fitoren në lojë futbolli. Do t'jetë një lojë miqësore, normal se këtu jemi vetëm për futboll, sporti i bashkan. Edhe kjo ndoshta ndron men në LDK-s edhe ndrojnë men edhe bojnë koalicion. Nëse fitojnë, po tash s'pedi nëse kanë met çtu pikë çoj loje, na spritojmë edhe më javçu lojen edhe me bën një koalicion. Por deputeti i LDK-s Armend Zemaj nuk dha koment mbi mundësinë e koalicionit me partinë fituese. Tha se me këtë ndeshje futbolli synohet të përcillet mesazhi për bashkëpunim e paqe. Jemi njerëz që e duajmë këtë vend dhe dëshirojmë që t'japim edhe mesazhe bashkëpunimi, paqe, sidomos këtu ku është një ngersh politik edhe skena politike duke që është e ndame. Për 30 minuta dhe në mot me shi, deputetët ndërmarrën aksione sporadike, në atë që ishte më shumë ndeshje simbolike se sa garë. Deputeti Zemaj kujdesej që gjatë lojës edhe t'u jepte udhëzime prej trajneri bashkëlojtarëve. Në fund, LDK-ja e tij e fitoi përballjen me rezultatin 4-2. Humbjen deputeti LVV-s e ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci e arsyetoi me faktin që në ekipin e tij pati lojtarë që nuk merren rregullisht me aktivitete fizike. Ne shumica jena anëtarë të qeverisë, ministra, zonës ministra, që pak po merrim me aktivitet fizik edhe realisht. Ndërsa pjesa tjetër kishte djemë 3, me 6 disa dhe futbollist aktive dhe rezultati është kë. Por edhe në fushë të futbollit, deputetët shprehen kritika. Fakt, na e patëm një kërkesë që me undru emri tek me të plani aty, me qenë qeveria në detyrë, jo vetëm qeveria. Po mirë, përgjithsisht shkoj mirë, lojë interesante. Alesh si në fushë edhe në qeverisje njëjtë pak a shumë, disa i kishin të mirë, po arritëm me i poshtë. E për atë që nuk arriti të përfaqësohet në fushë me ekipin e qeverisë në detyrë, zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi kritik i shprehu ambasadës gjermane si organizatore e turnamentit. Kjo po tregon se gjermanë nuk janë mirë në planifikim, e kanë bërë turnirin në një mod shumë të keq. Moti anglezë planifikimi gjerman. Unë sot nuk jam me ekipin e qeverisë, kam të ratu qeverin jam me studentat e Zagrebit, kështu që ekipi jonë ka emrin Zagrebi edhe shpresojmë që të paktën ambasadat gjermane të eliminojmë që në fillim. Ballafaqim forcash në futboll patën edhe ekipet e ambasadës së Gjermanisë dhe të Britanisë së Madhe në Kosovë. Gjithë motin, Besnik Bislimi është këtu. Kolegët britanik e ata nga ambasada gjermane në Tiranë po ashtu. Të gjithë janë nxehur për të luajtur futboll sot dhe nuk ka kompromise këtu sikurse në politikë. Ka vetëm fitues dhe humbës. Nëse e fitojmë lojën e parë do të jemi shumë të lumtur, por nëse e fitojmë gjithë ndeshjen do të jemi edhe më të lumtur. Në këtë turnej futbolli morën pjesë 10 ekipe. Në finale shkuan ekipi Federatës së Veteranëve, që e mboshti në fund atë të ambasadës së Gjermanisë.